Dritan Rexhepi dhe Aldo Majnishta do të paraqiten më 12 qershor në gjykatën e apelit posaçëm për të dëshmuar nëse japin pëlqimin në procesin ndaj Festim Beqdilit, bashkë i pandehur me ta për akuzën e rrëmbimit dhe zhdukjes së Jan Prengës në 2020 në Kamës. Kopshtari i Golden Resort ku mbaj trupi pa jetë i babait të 3 fëmijëve, por i gjykohet në apelin e posaçëm pas kthimit të dosjes nga gjykata e lartë, e cila prishi vendimin e dënimit të tij me burgim të përjetshëm. Në seancën e smërkurës, avokati Ilir Murati paraqiti disa kërkesa, siç ishte zbërthimi i telefonit të enkriptuar, të cilin sipas prokurorisë posaçme dispononte Beqdili në momentin e arrestimit. Avokati tha se klienti i tij nuk ka patur në disponim një telefon të tillë, por gjithsesi pak duhet ta zbërthejë ato dhe të konfirmojë nëse Beqdili ka ose jo komunikime me të pandehurit e tjerë. Sipas avokatit, kopshtari nuk ka komunikime në aplikacionet e enkriptuara me të pandehurit Altin Hajri apo Gentian Doçi Funiçi, madje ky i fundit sikurse theksoi mbrojtësi, jep udhëzime që Beqdili të hesh lidhur me ngjarjen. Mbrojtësi kërkoi edhe thirrjen e një eksperti që të interpretojë pamjet filmike të Golden Resort ku shfaqen rrëmbyesit. Kjo duke pretenduar se kopshtari nuk ka lidhje me krimin, por se është gjendur në vendin dhe kohën e gabuar. Prokuroria deklaroi se Beqdili është pjesë e grupit kriminal dhe nuk është gjendur rastësisht në vend ngjarje. Sipas prokurorisë posaçme, në momentin që Jan Prenga u rrëmbye në Kamës, Beqdili është nisur nga plazhi në drejtim të Shijakut. Gjykata vendosi të rrezojë kërkesat e mbrojtësit ndërsa urdhëroi që t'i vijë në dispozicion pamjet filmike. SPAK akuzon Dritan Rexhepin dhe Gentian Doçi Funiçin si organizator të rrëmbimit të Jan Prengës, pasi vëllai i pengut ju kishte vjedhur një sasi të madhe droge në një port në Britaninë e Madhe. Bashkë me ta po gjykohen edhe Aldo Majnishta, Artan Doçaj, Korado Gështenja dhe Martin Bleta, të cilët akuzohen si rrëmbyes. Në një proces të ndarë po gjykohet pronari i Golden Resort Altin Hajri. Si prova të reja, SPAK ka paraqitur komunikimet në SKAEC mes të pandehurve Altin Hajri, Dritan Rexhepi dhe Gentian Doçi Funiçi pas rrëmbimit dhe zhdukjes së Jan Prengës.